Çdo njerin e çon peshë mira. Po mdoket të Donjetën e ka qu peshë mira, Donjeta Bobin, e cila nuk e di ku është, se kom pa moti. Du m'ja lexu një Imali Donjetës, nashta e ndin kita Imalin edhe shfaqet. Donjet, kudo që je, mos harro, njeriu që ringrihet është më i fortë se ai që nuk është rrëzuar. A i rrëzu në jeti? Taram! Që ku koka! Donjeta Bobi! E dja ju ku mungu? Shumë. E di. Prete zot Me të mira tuja. Donjet mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Ku je më i ti kështu? Qa. Vjen më i ty pak. Morre mes me na ardh me na vizitu. Fish mi u marrë malli juve. Neve çdo ditë na merr malli, por Donjetën dhe shikues, që sa nuk kupton tash. Ja, pra, u riktheva. Që kupton sa nuk edi shkon në shtëpi tash ti. Që vish më na. Që kupton sa Tash e nuk. presi mesazhin e Sanus. Po fshalom thot për ty anej, nej prit e zot. Donjet çushje? E di si jeni që. Shakosha s'ka? Qështot, ku gjohet? Çush e ke kalu këtë kohë, shaki bo. Një A ka nguc kush, a ke nguc ti na ikona? Jo. Sena problemeve. Shaniva ti tu nguc njerëz, ja ke nis me rrej njerëz. Sa është Je e bo vërtet mangupe. dezinformat. Jo, inshallah. Për të zot Me të mira tuja. Një mëngjes gjithë në studio, po thotë ju dëshiroj një ditë mbar. Faleminderit shumë, mërgimi nga Bosnia. Mërgimi shfaqet më njëherë si të kop. Nej çik, nej femën, nej çik bukur. Shfaqet mërgimi nga Bosnia. Rap. Për të zot me të mira tuja. E Donjet, çu shkoi kjo javë? Mirë shkoj. Shka pat në sang të bukur. Premierën Elio kena pas, javën e kalu në Arbiesi që ka prezantu si premier. Po. U ko një film për fëmijë animun, shumë i mirë. Ka pas interesim, mu shfaq disa herë brenda javës. Edhe këtë javë vazhdon prapë mu shfaq dua ta ceki. Po, këtë javë. Këtë javë i kemi 2 premiera tjera. Mbajni frymen miq. Edhe 2 super premiera, 2 filma fantastik. A ditë cilët janë ata? Jo. Megan 2.0 edhe Formula 1. Tash, Anea 2.0. Megan 2.0 edhe Formula 1. Dhe me këtë dyat bashkë për bëjka 1.2.0. Të 2 filmat. Qa të dishka? Do t'jenë premiera absolute. Janë super premiera. Për para New Yorkut, mishte më dashur. Për para Amerikës. Sepse për shkak të orës, na këtu është për para. Po. Për foli viç pak e në pika të shkurta, pastaj edhe trailerin ja shfaqim Patjetër. Atëherë, Megan 2.0 është një film horror, aksion, thriller, ku një robot në formën e njeriut, Megan 2.0 është një robot në formën e njeriut që është kriju më konë shoqja një jetimit. Në filmin e dytë, dikush e ka kriju verzionin e saj dytë, prap, por ajo e ka kërcënu që do t'i vras kushdo që ka marrë pjesë në krijimin e saj të parë, që ka bu robotin e Meganin e parë. E në mesin e tyre është njëra ndër krijimtaruset, është edhe motra e jetimes. E shka ndodhe Megan 2.0, përplasen Meganishi edhe Dyshi, 2 robotet bashkë. Takohen edhe përplasen. Okej. Është një film shumë i mirë, për adhurusit e filmave horror. Dhe me këta shumë janë hi në sistem të asaj sa që kanë dashur mi bo shumë të vërtetueshme këtë punë, shumë të besueshme, dhe me është, po çfarë është e vërtetë ka Teknologjia. E kanë zatet dyshin me nishin. Po. 2 robotat së bashku. Pra ky film është shumë super film i mirë. Për këtë adhurusit e filmave horror, ju kisha propozuar dhe më ardhmi shiku. Ky film do të shfaqet disa herë brenda kësaj javës. Mund ta qesim edhe sa herë shfaqet brenda kësaj javës, ta shikojnë. Patjetër. Ndërkohë më mëngjes jeti i mirë. Ju përshëndes nga ura Taliçit, do të dëshiroj një ditë mbar Shqipja. Dhe një foto na ka dërguar. Faleminderit Shqipe. Faleminderit Shqipe shumë. Edhe ne ju përshëndesim juve. Edhe ju urojmë gjithatë mirat. Po, atëherë, ky film do të shfaqet sonte si premierë në ora 20. Do më thonë Titan sot. Megan 2.0 vazhdon të shfaqet të shtunën me datë 28 qershor në ora 20 po ashtu. Edhe
të mërkuren me datën 2 korrekt në ora 20. Do me thonë, brenda kësaj jave do shfaqet 3 herë në orare të ndryshme, edhe duhet patjetër marrë me shiku. Cili do orar që ju përshtatet mund të vini. Do më thonë ora është e njëjtë, ora 20. Ora është e njëjtë, veç data ndrojnë, 26, 28 edhe 2 korrekt. Edhe 2. 3 herë brenda kësaj jave. Pak vonë për me pa film këti zhanët. Edhe horror, mas dhe flan fili. Jo që flan, po nuk flan dhe në mëngjes. Ja, flan. Se tutet për mbje roboti, kështu që ja fu gjomë. Për ndryshe, nuk jam shumë adhurus i horrorave, a? Filmave horror. Apo? Sepse realisht nuk kanë nej kuptim. Zakonisht del dikush njoni po i më inteligenca artificiale është e kjo ka të bëj pak me inteligencën artificiale dhe me ka robota që po krijohen. Inteligencë artificiale. Lata Radogosh na përshëndet. Mirëmëngjes Edi, mirëmëngjes Lata. Një puthje. E Edi, besoj premiera tjetër ka me të pëlqy ty shumë. Ata shojmë një trailerin e të parës. Okej, shojmë një trailerin e Megan 2.0. Mbani frymen miq. Volum. Oops, I did it again. Pra një film horror që ju kisha rekomandu të gjithëve më ardhmë i shiku. Është unë për vetë jam shumë kurioze. Megan Nishin e ki po? Jo se kom po. Se ke po. Atëherë une ju thom të gjithë që nuk e kanë po edhe ty. Nëse ki kohë me po Megan Nishin, mase me po këto. Sepse tematikën që kanë lidhë bukur, sa që të regon saktësisht edhe mentalitetin që ja kanë bort inteligencë artificiale. Ashadena. Shumë interesant. Më pëlqej shumë. Mu më ka pëlqy Megan Nish shumë. E kom pa Megan Nish. Po aty krijohet një robot i parë, pastaj këtu e kanë transmetuar prapë. Po sepse nejse, kush e ka pa ka pa. Përshëndetje për donjetën tonë të bukur. Era në shtëpi po mbjen nga jo. Se ka fuqi dhe sinceriteti i saj shpirtëror, kush ka vajza, kështu është e mira Zotit, i rujt, patos bën, jeta shkon, respekt për dytë aty. Faleminderit shumë Sano. Era nëpër ka mikrofoni o ka shkon atje. Ka shkojnë. Për të zot. Adnan Hysenaj për na thot përshëndetje nga Peja Live. Pa bateria, kjo. Po Adnan, çe fotografia pes. Na kemi sa të kullën Gjakob pa bateri. Një 15 e kena që sa vjet. Nuk anal sa hati. Do njet po e bukur si film. Shumë. Edhe ngjarje interesante shumë. Seriozisht jam shumë kurioze. Po vi ka me u hakmar me Gandyshi për përfundimin e Meganishit. Po. Për të zot. Nesër e kena një premier tjetër. Vum Kawasaki. Nesër me datë 27 qershor kemi premierën tjetër Formula 1. Si rol kryesor që është aktori Brad Pitt. Aj, për të zot. Aty do i shfaqet disa skenat që ndodhin në backstage, ku ne nuk i dijem që e kemi parë për Formula 1 gara që zhvillohen, por aty i shfaqen edhe prapa skenat. Këto gara fillon të zhvillohet brenda ekipit. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse vjen brenda ekipit një legjend tjetër që ka qenë në Formula 1, edhe fillojnë këta dy të shtyhen se cili do deli pari. Brad Pitt me legjendën tjetër të Formula 1-shit. Pra ky është një film aksion sport, edhe besoj që e dini ka bëhet fjala aty për gara. Edhe ky është një film shumë i mirë dhe duhet patjetër mi shiku edhe këta. Unë e ftoj policinë e Kosovës me dal me radar gjatë filmit se shpejtësia në nivel. Edhe mas filmit, mas në njerëz të inshallah nuk po frymëzohen me dal me bulgara. Jo, inshallah. Se dim shumë mirë që gorat mund me qenë me fatalitet. Është edhe kjo edhe një herë kalendari, gjatë kësaj jave me 3 orare. Nesër si premier me datën 27 qershor në ora 20. Të shfaqet të shtunen me datë 28 qershor në ora 17 dhe të diele në ora 20, do me thonë me datë 29 qershor. Brenda kësaj jave do me thonë me 3 orare. Cili do orar që u përshtatet, duhet patjetër marrë me shiku këtë film, një super film, aksion sport, tepër i mirë, ju kisha rekomandu gjithve edhe këta.
Do me thonë këtë javë 2 super premiera. Nuk kanë pse me thonë nuk kemi filma të mirë. Jo, mos t'ju njët fjallë, filma sot dush, veç duj me ardhë me po. Nëse dhe me tash, nëse dikush është lajmëru, normal që kish fitur një bilet, se do njeta ka zemrën e madhe, edhe jem bileta, por që ata shojmë edhe trailerin e filmit 2. Shojmë trailerin, po. Gjatë këse koha mundat me telefonu dikush, mja bo një pyetje të lehtë, edhe mi fitu 2 bileta. Nuk ju dham, mëse shtrëngoni kukin, dhe nuk në ojë. Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot, the best that never was. But I see possibility. And if you don't love me now, we'll never. My Rook is a phenomenal talent, but he's young. Never break the chain. You plus him, boom! I got a team. I can still. When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. I meant Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you. There's this new guy. He's old. He's such a prick. He's quick though. If you had any constructive criticism for each other, what would it be? Don't be such an ass dickhead. That was constructive. Wow. Did you win something? There's 20 other drivers still out on that track. Do you think any of them respect us? They're saying Sonny Hayes isn't a has-been. He's a never was. If the last thing I do is drive that car, I will take that life, man. 1,000 times. I'm offering you an open seat in Formula One. The only place you could say, if you win, you are the absolute best in the world. Never break the chain. Super film. Po, bos, munësh, bus do ta mëj marrë me pyetjet mia. Liresh pyetjet tuja. Me të vërtet film i mirë. Shumë është film i mirë. Shumë. Kështu Edhe që këta kisha rekomandu mos mi hum. Me 3 orë mund ta gjeni gjatë kësaj javës, cili do që ju përshtatet, e janë mi shiku një film fantastik. Edi ma shumë për të pëlqajnë Formula 1, Amegan 2.0. Mi dasi mi vrothëshin për para, po që se cila Zonjat ka ndryshme, ndjenjën e ndryshme. Qash thot? Për shembull, unë edhe jam marakli shumë i rrezikeve, i shpejtësisë, i rrezikshmërive. Njëjtë dhojnë. Atëherë më pëlqen Formula 1, po të njëjtën kohë e kom pa Megan Nishin edhe e kom intereson me paqit Megan 2-shin për shkak Dhe lidhjen lidhjes që e kanë bo, shumë Do me interesant. pa lidhen sepse e pas kanë kthy pakës si ma ka aksioni pas kanë jap. Është thriller, po jo horror, nuk kisha thonë film horror. Është thriller aksion edhe është shumë i mirë. Shumë i mirë. Dët, për pëlqejnë, janë 2 super premiera për këtë javë. Mos i humbisni. Mos i humbisni. Pra shkojmë me numrim mrapa 10, 9, Edi tet. një unë një ti. Hajde, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ne. Faleminderit Donjeta që Faleminderit ishte me Edi, ne. shihem të ejtën tjetër me mua. Paqit një javë film. Faleminderit Me shumë, filma gjithashtu edhe jo. Me Hajde. filma film. Me filma Kalofshi film. mirë. Shihemi Doni me gjërat mira, me gjërat bukura, me ishtemi të dashur. Ju treguam për rrjedhshmërinë e kinemas Hyria Hana në Gjakov
dhe për javën fantastike e përmbushur me një repertor jashtëzakonisht të mirë për qytetin tonë, qytetin e Gjakovës. Pra mos harrojmë, kinemaja Rye Hana është një super ambient e cila ofron definitivisht një gjendje totalisht ndryshe prej rahatisë shtëpisë për me pa filma. Kështu që mos harroni, super filma.